Reja që e bindi burrin të ndahet nga nëna e tij. Nëna sakrifikoi shumë për djalin e saj, për ta edukuar, për ta veshmbathur dhe për çdo gjë që duhej të kujdesej për djalin e saj. Po këtë gjë nuk e bëri edhe djali për nënën, siç e bëri nëna për djalin. Ndonë se nënës i vdiq burri kur ishte e re, ajo qëndroi pranë fëmijëve të vet, pranë jetimeve. I rriti me shumë mund e shumë gazet. Djali u rrit e u martu. E reja, me të ardhë si nuse, nuk e dante vjehrën. Nuk kalonte ditë që reja të mos i fliste burrit të saj fjalë të këqija për vjehrën apo nënën e tij. Kështu reja veproi me javë me muaj të tërë, vetëm për ta bindur burrin se duhet të jetojë me një banesë tjetër ku nuk është nëna prezente. Burri asesi nuk pranonte që të largohej nga nëna, pasi e dinte rëndësinë, vlerën dhe mundin që ka banana për të arritur këtë djalë. Kaloi një kohë dhe reja mbeti shtatzën dhe lindi fëmijën e parë djalë. U gëzuan shumë, u gëzua dhe nëna, edhe vjera që kjo nuk e donte. Reja vazhdonte prap me avazin e vjetër. O mua, o nënën tënde. Prap djali i rezistoi dhe nuk u binte që të largohej nga nëna. Një ditë nga ditët, reja shkoi të qëndrojë disa ditë te familja e saj. Problemet filluan të zmadhohen pasi reja tashmë nuk vinte në shtëpinë e burrit. Thonte, ose unë, ose nënën tënde. Filluan të marrin me të mirë dhe ta bindi që të vije. Ajo tha, unë nuk vi, por as fëmijën djali nuk e jap. Burrim, ndaju nga vjera ime e nëna jote. Unë e kthehem dhe të jap djalin. Burri mendoi dhe nuk mund të pranonte që të largohej nga nëna, pasi që ajo nuk kishte faj. Kur nëna pa gjendjen se reja nuk e donte përfundimisht, tha, biri im, unë nuk dua që t'ju prish harmoninë. Nusa jote mua nuk më do fare. Andaj, me lejen tënde biru për dal nga kjo shtëpi. Çfarë po fletoj nën? Ku po shkon? Biri im, unë kam benzin time dhe do t'jetoj me social. Po shkoj tek shtëpia pleqve. Djali filloi të çajë dhe u mundua ta mbinte nënën, por nëna me lot në sy dhe e mërzitur u largua nga shtëpia dhe vendosi që përfundimisht të jetoj larg tyre. Tani shkoj në dhomën apo shtëpinë e pleqve. Me të kuptuar reja se vjera është largua nga shtëpia, u kthy. Por burri ishte i mërzitur shumë dhe nuk e kishte më ndjenjen e dashurisë ndaj gruas së vet. Djali u mundua prapë që ta mbind nusën se duhet të jetë edhe nëna me neve. Ai shkoi tek shtëpia e pleqve dhe i tha, nën, eja me mua. Ti do të qëndrosh me mua së bashku me nusën dhe djalin tim. Nëna tha, nuk dua të jem pengesë e lumturisë tuaj. Reja përsëri nuk u binte. E djali, pasi që kishte fëmijën e vogël dhe sipas gjykatës do t'i duhej të takonte nusës, ai u detyrua të largohej për një kohë nga nëna. Por çdo ditë shkonte dhe vizitonte. Çante e dërgonte gjëra të shumta. Pasi u rrit fëmia, djali u ndal nga gruaja dhe prap e mori nënën në shtëpi. Ky është djali i mirë.